Kesi ka Kesi qenë duket si njeriu më i mirë aty me ne nga gjithë ato një nga sjellja nga kështu. Ai mua më ndihmonte edhe me për shembull kur dua të flas, po nuk, do të thonë un kam çik vështirësi aty në studio se nuk e nxjerr dot fjalën në shqip, duhet të jetë po. Edhe më ndihmonte Kesi, më thoshte ç'a duhet thoja, ndonjëherë më jepte ide, a kupton që të më ndihmoj aty ishte ai, ishte ai. Domethënë Kesi ishte pak a shumë kështu vllai i madh, por jo në përputhje. Edhe ne ishim si vëllezër të vogël për atë. Edhe unë madje unë në fillim isha xhelos për Kesi, nuk e kisha qejf, se ai e kishte një lloj aftësie që sa herë që fliste, dëgjoje. Edhe nëse flet Abi, them edhe filloi unë, nëse unë jam Kesi dhe flet Abi, flas unë si për ti edhe pushonte Abi, edhe dëgjohesha unë. E kishte këtë aftësi dhe unë isha xhelos. Edhe në fillim nuk e pëlqeja, pastaj kur e mora vesh që shikoj se ky e ka talent, do të thënë këtë gjë mund ta bëj dhe ka talent. Unë jam xhelos në këtë rast se unë nuk bëj dot atë që bën ai, por ata pëlqeja. Gjithë kanë thënë që ky nuk të lën me fol. Po jo, e ka gabim. Ai e ka aftësinë që të marrë kohën ta atë. Po, që flet bukur edhe të rishë. Po.